s'keni alu bëthët. Se të vjen këmëshore, të vjen auditi, të vjen SPAK-u. Çfarë është ky ishull që si vjen asnjëri? Audiopërgjimet e siguruara nga CNA zbulojnë një skenar të përgatitur nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, me qëllim manipulimin e opinionit publik gjatë procesit gjyqësor ndaj tij. Sipas përgjimeve, Veliaj ka përdorur figura si Mero Baze dhe Carlo Bolino për të inskenuar lajme të rreme dhe për të ushtruar presion publik mbi prokurorin Olsi Dado dhe gjyqtarin Erion Bani. Në mars të vitit 2025, gjatë seansave në apelin e GKK, në disa portale dhe media të lidhura me Veliajin, nisën të qarkullonin lajme që pretendonin se gjyqtari të çështjes i ishte ofruar një shumë prej 2 milion eurosh për ta dënuar atë. Po ashtu përhapën sulme të orkestruara ndaj gjyqtarit Dado, i cilësuar si pjesë e një klani grek, duke përshëndruar tek origjina dhe lidhjet e tij me Greqinë. Sipas përgjimeve, më 7 mars 2025, Veliaj diskutoi me vllain e tij Arbri, duke kërkuar që Mero Baze të këshillojë publikimin e lajmit për shumën 2 milion euro, duke pretenduar se ka 3 dëshmitar për këtë: Dokushi, Isuf Berberi dhe Mysli Murizi. Ai kërkoi të di nëse ky fishek vlen për të përdorur në publik. Nga bisedat del se Baze e cilëson këtë si një lëvizje të dëshpëruar, duke këshilluar që më parë të bëhet denoncimi pastaj të publikohet lajmi. Kjo tregon se lajmet dhe sulmet janë inskenuar që nga burgu i Durrësit, duke përdorur Mero Bazen si mjet ndikimi për të manipuluar procesin dhe opinionin publik në favor të Erion Veliajit.